Nga ana tjetër, zoti Ylli, ju sot drejtoni një nga televizionet, radio televizionin shqiptar Korça, që nëse unë do isha, siç e u thash më herët në Korçë, unë do ju thrisja drejtor sot, vendi ku unë kam hedhur hapat e para në ekran. Unë e kujtoj me shumë nostalgji dhe kam mall për të gjithë stafin atë që gjej rastin të përshëndes të gjithë një nga një. Si keni gjetur televizionin edhe çfarë risish keni sjell ju atje? Unë përpara se të shoqëroja Pavlinën në shërbimin diplomatik ose ushtrimin të tyre të konsulit përgjithshëm të Republikës Shqipërisë në Selanik, kam qenë për rreth 6 vjet, kam qenë drejtor i të 4 kanaleve rajonale të rrjetit të radio televizionit shqiptar. Pra i Korçës, Gjirokastës, Shkodrës dhe Kukës. Dhe paka shumë e njihja dhe stafin e Korçës. Dhe në një moment që ndodhi një mundësi mbas kthimit të Pavlinës nga misioni, vendosa të konkuroja, për fat Këshilli Drejtues e vendosi që nuk do të jetë një emërim i drejtorit ekzekutiv, por Këshilli Drejtues sipas kritereve. Me miratime dhe ato kalimet sipas një vendimi që morën do të ishte me votim. Dhe kështu që përpara 3 vjetësh fitova. Besoj që kam shpërbyer me punë. Ati Këshilli Drejtues që pati besim tek unë, besoj edhe këtij tjetër që është, sepse njeriu në këtë jetë e mban punën. E mban dashuria, e mban dëshira, e mban ajo egoja profesionale në kuptimin. Nuk themi ego sa të Pavlinës për të dalë parë në botë, por të parat në Korçë duhet të jemi. Ne atje se kemi gjetur një staf, njerëzit që kanë drejtuar përpara se unë të vija, që nga të paktën kur më kanë mushtruar këto detyrat si shef kabineti, si drejtor kështu, që nga Skënder Demolli, që nga Roland Karanja, që nga Muharrem Meko, fillimet kanë qenë njerëz që e kanë dashuruar. Pra mund të kishin zgjedhur një detyrë tjetër mbas përfundimit të një betejave elektorale. Por kanë zgjedhur, ashtu si dhe puna ime, për të bërë atë me një dashuri për ta bërë atë, sepse ai për ta mbajtur gjallë. Nuk është personal, ai është një aset i gjithë kombit. Që i takon minimumi kombit, i takon atij rajoni, juglindjes vendit, dhe në konceptimin tim dhe diasporës atij rajoni që ndodhet sot. Pra duhet të jetë si një dritare ku gjithë secili gjen një diçka interesante për ta ndjekur. Stafi përgjithsisht dhe ata djemë që përmenda, qoftë dhe Meko, janë munduar të bëjnë më të mirën. Korça, pra RTS Korça, ose QVA Korça, ose Radio Korça, si që thoni ju korçarët, është përpjekur të rigjenerohet, po me njerëz staf, me njerëz që duan atë punë, pavarësisht pagesave jo të fortë. Modeste duhet të. Më shumë se modeste, po të themi. Ne arrim sot me ta djemt, atje dhe me vajzat, me ata që shokët e tu që ke lënë ti, ne prodhojmë rreth 90% programit e kemi prodhim të RTS Korçës. Shumë. Kemi hequr dorën nga bisedat, se bisedat i urrej. Po të paktën minimumi kemi shkuar në një gjysmë deja vu, sepse sot është shumë e kollajshme, qoftë nga inteligjenca artificiale, qoftë nga gërojtur të drejtat për ta bërë sa më të këndshme për publikun, të jenë me tema interesante për njerëzit, për gjithë grupë moshave ndryshme. Ne jemi munduar vetë, them me përgjithësi, pa shumë ndihmë nga qendra, por vetë edhe personalisht, për të thënë. Absolutisht. Ndihmuar nga miq dhe shok, nga kudo, ne jemi munduar që të mbyllim
brimat tona të mundohemi të jemi minimumi që të mos statot njëri ata në kotë. Ne, si RTS Korça, prodhojmë 6 orë program në ditë. Për shembull, ne prodhojmë emisionin e mëngjesit, lajmet, 5 me 6 kemi podcast të përditshëm me tema. Emisione të ndryshme. Për shembull, të hënën është emisioni të rinj për të rinj, para të rinj më të dalluar të fushës së artit, filozofisë. Kudo në çdo fushë. Dhe të rinj më të talentuar të fushës teknologjisë bëjnë teknologjinë në krah tjetër, anën teknike. Të martën kemi një emision jashtë zakonisht të vlefshëm për mendimin tim dhe për diasporën, që është emisioni çfarë duhet të dini. Çfarë duhet dini, do të thotë çfarë probleme se mosha po afron ndarjen pension, atje këtu. A çfarë duhet dini për pronat, çfarë duhet dini për notarizimet, çfarë duhet dini për tatimet. Çfarë ju duhet dini si duhet aplikoni për X problem, pra që besoj Që ju vjen shumë në ndihmë komunitetit. do të emisione. Unë ri gjithë vesh. Ja kam ngarkuar një vajze që shumë e përgjegjshme, shumë punëtore, pavarësisht pamundësisë time tuar lidhur për t'ia shpërbyer në mënyrë monetare, e Ftjola Filit. Përshëndesim e Ftjola. Jo, me Ftjolën si kemi dhe një emision tjetër, bën 3. Profes Lajme, e kam lënë si redaktore përgjegjëse. Të mërkurën kemi bërë një emision që kam ngarkuar prapë Ftjolës, është emision mbi të reja teknologjike, për zona tek. Sepse koha sot, njerëzit sot pikërisht këto emisione duan, që nga krijimi i llampës nga Edisoni dhe deri sot tek zhvillimet e sotshme teknologjike. Që evolojnë dita ditës dhe kemi nevojë për Inteligjencë artificiale. Me që ka të mamin Korça që bën Tash FM në Përsokak, kemi krijuar emisionin Tash FM Sport. Me 2 djemë të ri, është një djalë shumë i mirë, shumë interesant, shumë i ditur, shumë luftarat, pa komplekse, dhe një djalë tjetër që kemi afruar, dhe besoj që ne mund të kemi rreth emision e bëjmë live, mund të kemi rreth 30 telefonata në emision, në gjithë Shqipëria. Interesante. Tregon interaktivitet edhe me publikun. Po. Në orën 7:30 çdo ditë, ne kemi emision me gjithë filmat që ka luajtur Fjala vjen Llazi Sërbo. Pra sot prezantojmë dhe kemi po shprodhim po jon. Edhe gjys kemi emision të përditshëm. Për shembull tanën është emisioni rubrikës sportive që drejtori Romeo Nxifi me 4 personalitete të rinj, po shkëlqyer. Dhe ndërkohë sot ne kemi arritur që të jemi vazhduesit e emisionit nga njëra ndeshje tjetër. Pra të gjithë korrespondentët e RTS-s, kudo që Skënderbeu dhe Pogradeci, se kemi 2 skuadra në kategorinë e parë, luajnë, ne jemi dhe kemi korrespondentin ton që zhvillon me RTS Korçën për ndeshjen, për pozicionin e ekipit ku lufton Skënderbeu së Pogradeci. Ne në lajmet jemi munduar të krijojmë rrjetin ton me bashkëpunëtorët. Kemi gazetarin ton Devol, gazetarin ton Pogradec, gazetarin ton Nersek, gazetarin ton Maliq, 5 gazetar që në të gjithë bashkitë e qarkut. Po, dhe po përpiqemi. Kemi një emision për fëmijët, shumë i bukur, i bërë nga Jonita. Nga Jonita tani, e filluam me një vajzë tjetër, pastaj po e bën një Jonita për moment, ndërkohë që po përgatisim gazetarët e rinj. Miqtë e Korçës. Po, kemi të martën bravo. E shikojnë që kritiken më të madhe pas kanë në krah. Se i ndjek. Të martën kemi emision Miq në RTS Shumë më pëlqejnë. Ku ne ftojmë personalitet kushdo që të vi, dhe kushdo që ka ardhur në Korçë, që në Korçë vinë shumë. Pa nga të gjitha. Të njëjtën kemi emisionin pak nga të gjitha, një emision që është konceptuar jashtë logjikës të zakonshme që hajde bëjmë bisedën. Jo për diçka të caktuar, por interesante. Është shumë interesante. Nga koha që ju kemi drejtuar emisionin mbas ditës. Edhe kjo është e bukur. E kemi hequr dorë për arsye se është një format që bëhet gjithandej. Dhe e kemi zëvendësuar qoftë një emision për bujqësinë, që bëjnë rutinë gjithë,
qoftë një emision për shëndetësinë, që bëj rutinë të gjithë. Ndërkohë ti aqje, atë pozicion ke dhe thua pak nga të gjitha. Ose ti e di shumë mirë që gazetarët aty bënin një emision për poezi, një emision ku di unë i marrën një grup. Për t'ju korrigjuar zoti drejtor. Për publikun, t'ju lutem. Atëherë për publikun çfarë thotë? Ti do ke për detyrë të bësh një emision për shëndetësinë, një emision për politikën rajonale, në javën që kaloi kishim zgjedhje në Maqedoni. Para 2 javësh kishim zgjedhjet në Kosovë. Pra guxojmë të punojmë, por një emision që kemi nisur ne, që aty kërkojmë bashkëpunim me juve, besoj do ta kemi, edhe me ty personalisht, është emisioni diasporës. Ne kemi filluar çdo të tunë. Kjo është për mua interesante. Sa bie tek ju? 1:30, 2:30. Ora këtu tek ju. Nuk pak rëndësi ka. Javës tjetër, besoj, këtu është mos korrektesa nga nivelës, ne kishim emision për 25 vjetorin e televizionit tuaj, që është pjesë, në fakt, e kulturës korçare. Shqiptarët e Amerikës. Kështu që kishim Marbreshët, kishim shqiptarët e Selanikut, kë kishim tjetër nga gjithë diaspora, kudo që ne mundemi, ne jemi.